O hoxhë, çfarë ndodh me ata që nuk besojnë në Zot? Allahu i lartësuar njeriu në këtë dynjë e ka lënë të lirë. Kushdo beson, kushdo nuk beson. Por duhet ta dimë që njeriu i cili nuk beson Allahun e lartësuar, nuk beson se ka Zot. Ose më sakt, thënë më ndryshe, se çdo njeri në brendësinë e tij e di që ka një Zot. Se gjithë edhe kjo pema që ne shohim është argument se Zoti ekziston. Vetiu nuk mund bëhet universi. Asgjë, pra, kjo pema, vetiu, të marrë këtë ngjyrë, pra shive, të marrë këtë ngjyra të ndryshme. Në një pemë, vetiu, po nuk bëhet. Por e sytë mballë, vetiu nuk bëhen. Gjithsesi njeriu në këtë dynjë është i lirë. Pra do beson, nuk beson. Por duhet ta di që ai i cili mohon Allahun e lartësuar, nuk ka për gjetë rahatim këtë dynjë. Por Zoti na e tregon në Kur'an. Kushdo që refuzon këshillën time, ai do të ketë një jetë të ngushtë. Dhe me të vërtetë e shef ato nuk bën rahat. Kjo në këtë dynjë, ndërsa në botën tjetër Allahu na rujt. Zoti na rujt nga zjarri i xhehenemit. Prandaj është e udhës që njeriu të reflektoj. Gjithësia nuk është kriju kot, nuk është krijuar vetiu. E ka një krijues, pra Zoti i gjithësisë. Ai e ka krijuar gjithçka. E këtë Zot duhet me adhuru, duhet me ju nënshtru, duhet me i zbatu urdhrat e tij, në mënyrë që në këtë jetë me jetu i lumtur dhe në botën tjetër me fitu xhenetin e Allahut të lartësuar, lumturitë përjetshme, kënaqësitë përjetshme.